Nuk besoj se dikush nga shërbimet inteligjente të Perëndimit do të mirret me këtë matuft plak. Por, me ndjekësit e tij që mund të bëhen viktima të ndikimit të tij, është normale se do të mirën, do t'i shndrojnë potencial të krimit përmes robotëve, të rrjeteve sociale, inteligjencisë artificiale, ose në momentin kur preket liria, siguria dhe qarkullimi i interesave të Perëndimit, do të qërojnë hesapet clear target pastrocakun. Të nderuar miq, motra e vëllezër shqiptar, ju përshëndes të gjithë juve me përshëndetjen më të bukur. Paqja dhe shpëtimi i Perëndisë qofshin mbi ju kudo që gjendeni në këto momente në tokën e shtrirë si djepi. Hafaris dhe Melhem. Kështu është titulli një videos në YouTube prej 4 minutave 46 sekondave që në shqip do të thotë sa larg është Melhemja, lufta e madhe Armagedoni. Tani për Imran Hussein, ju e dini se kam pasur shkrime, por edhe një video në lidhje me aleancën e tij me Rusinë, Serbinë. Me keqja është se ky ashtu quajtur teolog arsyeton gjenocidin e serbëve në vitin 1995 mbi bosnjakët në Srebrenicë të Bosnjës. Vetëm se mendja e tij është ushqyer me urrëtie kundër Amerikës. Kur botërisht dihet se ishte pikërisht Amerika ajo që në fund intervenoi dhe ndaloi luftën në Bosnjë pas politikave paragjikuese dhe dështuese të disa shteteve të Bashkimit Evropian. Këtë video po e përgatis për ta informuar një mullah të ri nga Shqipëria, por edhe mullahët e tjerë mendje lehtë të mjediseve shqiptare që ja fusin kot ku na mbajnë ligjërata për gjeopolitikë me interpretime blasfemuse në emër të shenjave të ditës së Kiametit. Insertet se çfarë kanë shkëputur ndjekësit e Imran Hussein për ligjëratës së tij në lidhje me përfundimin e historisë, që Melhemën e quajnë Armagedon e tjerë, janë vetëm propagandë politike që ndihmojnë të keqen rrugën e shejtanit asgjë më shumë. Tani kur kam vendosur ti publikoj nëmtimet e mia në lidhje me këtë temë, s'ka dyshim se do të informohen edhe ata shqiptarë që bien në trikat dhe kurthet e fitnës së madhe, ku ka rënë edhe vet Imran Hussein, pra në kurthën e shejtanit, të thirrur prej tij në seancat e Melhemës Armagedonit. Njeriu në këto kurthe të tilla bie vetëm atëherë kur zemra e tij mbetet e mbyllur, ushqehet me libra të teorive konspirative dhe kanaleve të ndryshme në YouTube, që ju flasin me interpretime për shenjat dhe paralajmërimet për ditën e Kiametit, duke anashkaluar Kur'anin fisnik. Mirë po, duhet ta kuptoni një gjë. Kur'ani nuk është YouTube, nuk është libër konspirativ, as nuk është libër sipas dëshirave të interpretimeve të mia të dikuj tjetër apo në këtë rast të Imran Hussein, i cili propagon luftra me bomba nukleare në vend që të thirret për paqe dhe të mos shtrembëroj mesazhet e Perëndisë
faktet dhe provat historike. Imran Hussein, si matuf plak, i preferon të mirat e kësaj dynjaje, e jo të mirat që janë treguar për ahiretin në Kur'anin fisnik. Në videon e shkëputër nga ndjekësit e tij, në fund e ndëgjojmë vetë Imran Husseinin kur thotë se e di se çfarë mashtrimi po përgatitet në Shtetet e Bashkuara të Amerikës për të shpërthyer bombat nukleare. Mirë po, si thot ai, ka frikë të flasë në lidhje me këtë temë. Pra, si 76 vjeçar ka frikë, gjë që nuk është e vërtet, por ky këtë e bën për të impresionuar të mashtruarit në gropën e madhe të idiotësisë publike të krijuar në seancat e tij dhe të thirrur prej tij në rrjetet sociale, ku disa nga shqiptarët me nostalgji të lindjes mesme po bëhen më matufa se ky plak dhe po influencohen prej tij për në rrugën e së keqes. Nuk besoj se dikush nga shërbimet inteligjente të perëndimit do të mirret me këtë matuf plak, por me ndjekësit e tij që mund të bëhen viktima të dikimit të tij, është normale se do të mirren, do t'i shndrojnë në potencial të krimit përmes robotëve, të rrjeteve sociale, inteligjencisë artificiale, ose në momentin kur preket liria, siguria dhe qarkullimi i interesave të perëndimit, do të qërojnë hesapet clear target pastrocokën. Të nderuar miq, këtë temë në lidhje me Armagedonin Melhemen e kam ndarë në disa video incizime ku jam munduar të përmbledhi më të rëndësishmet në lidhje me këtë temë nga perspektiva e Kuranit, por edhe nga faktet dhe provat historike, si dhe zhvillimet e sotshme politike në botë. Do të shohim se sa ka të vërteta në këto që ky matuf plak i thot për të fascinuar mendjet e krisura që motivohen nga urrëtia politike për Amerikën, që besojnë në konspiracionet të ndryshme dhe ç'është më e keqja, konspiracionet e tyre i lidhin me çështjet besimit, duke manipuluar me narracione hadithe dhe duke shtrembëruar ajetet e Kuranit sipas shefeve të tyre, por edhe duke ignoruar faktet dhe provat, gjurmët arkeologjike dhe literaturë të ndryshme nga historia në lidhje me Jeruzalemin. Do të ndalemi te narracioni i madh bin Gjebelit që përmendet te Suneni i Ebu Davudit, libri 39, hadithi 4, kapitulli Shenjat e luftrave, në arabisht Bab fi Emaratil Melahim, që ndjekës të këtij luftë nxehtësi me emrin Imran Hussein e fillojnë videon propaganduese në YouTube. Para se ta shohim narracionin, është mirë ta kuptojmë fjalën Melheme, se çfarë kuptimi ka në shqip. Të shohim gjithashtu edhe kuptimin e fjalës Armagedon, që shpesh fjalën Melheme e përkthejnë si Armagedon, duke u mbështetur në profecitë biblike, por luftrat epike në përfundim të historisë mes fuqive të mëdha në një vend që quhet Megiddo. Tani është mirë ta dini se Armagedoni nuk përmendet në Kur'an, por përmendet një herë në Dhjatën e Re, te libri i Zbulesës 16:16, dhe thotë kështu: dhe i mlodhi në një vend që hebraisht quhet Armagedon. Ndërsa te Dhjata e Vjetër përmendet 12 herë. Pra 10 herë përmendet duke u referuar të një qytet i lashtë me emrin Megiddo, dhe 2 herë duke ju referuar fushës së Megiddos. Asnjëri prej këtyre pasazheve të Dhjatës së Vjetër nuk e përshkruan qytetin e Megiddos si të lidhur me ndonjë besim të veçantë profetik. Në referencën e Dhjatës së Re, në qytetin Armagedonit, që gjendet të Zbulesa 16:16, gjithashtu nuk përmendet ndonjë ushtri që parashikohet të mlidhet një ditë në këtë qytet. Megjithatë, teksti duket sikur nënkupton bazuar në tekstin e pasazhit të mëparshëm të Zbulesës 16:14, se qëllimi i këtij tubimi të mbretërve në vendin e quajtur Armagedon është për luftën e ditës së madhe të Perëndisë i plot fuqishëm, siç thot teksti të Dhjata e Re, që ju mund ta shihni në dritarën time. Sepse
në fakt janë frymëra të demonëve që bëjnë mrekulli, që shkojnë të mbretërit e dheut dhe të gjithë botës që t'i mbledhin për luftën e ditës madhe të Perëndisë së plotfuqishëm. Sipas librit të Zanafilës në dhjetën e re të Biblës, Armagedon, nga greqishtja e lashtë Armagedon, më vonë në latinisht Armagedon, nga hebraishtja Har-Megido, është vendi i profetizuar i një grumbëllimi të ushtrive për një betejë gjatë në përfundim të historisë, interpretuar ndryshe si një vend i mirëfillt ose një vend simbolik. Termi përdoret gjithashtu në një kuptim të përgjithshëm për të referuar në një luftë madhe të fundit të skenarit botëror. Mali Tel Megido nuk është në të vërtet një mal, por një tregim mbi të cilat janë ndërtuar kalat e lashta për të ruajtur vija Maris që lidhten të kaluarën Egjiptin me perandoritë veriore të Sirisë, Anatolisë dhe Mesopotamisë. Megido ishte vendi i betejave të ndryshme të lashta, duke përfshirë një në shekullin e 15 para Krishtit dhe një në vitin 609 para erës së. Por me zbulimet e fundit arkeologjike janë gjetur gjurmët e mbretërisë së Hazreti Sulejmanit. Pikërisht ashtu siç po shkruan në Bibël, nga Kurani ne informohemi se vetë Hazreti Sulejmani u lut te Perëndia që pas tij të mos ketë askush më pushtetin e tij. Tani Ramzesi i dytë i Egjiptit, që njihet në Izrael si Shisha, është Shishaku i Biblës, që e shkatroi tempullin e Sulejmanit në Megido, i cili e kursoi mbretërinë e Judës me qendër në Jeruzalem, por shkak se patën marrëveshje. Tani kjo është e saktë, njëjtë siç e thot Bibla dhe Kurani, se mbretëria e Hazreti Sulejmanit ka qenë shumë e fuqishme, por u shkatrua në shekullin 12 para erës së, pra para Krishtit. Tani askush nuk mundet të më thotë se Hazreti Sulejmani ka qenë profet i Perëndisë me pushtet para Hazreti Musa. Pra, në bazë të gjurmimeve të pavarur arkeologjike, del se Eksodusi ka ndodhur në shekullin e 15 para Krishtit, ndërsa mbretëria e Sulejmanit dhe tempulli i tij janë të shekullit 12 para Krishtit, e jo në shekullin e 10, siç mendojnë shumica, dhe të gjitha gjurmët janë në Megido dhe jo në Jeruzalem, siç e perceptojnë religionet e korruptuara të çifutëve, krishterëve dhe muslimanëve. Prandaj, janë edhe mitet dhe legjendat e thurura rreth Megidos. Disa krishterë që mundohen mbretërinë e Davudit dhe Sulejmanit ta paraqesin mbretëri të tendave që kanë jetuar si beduenë për shkretë të tjerë, përveç që është gënjeshtër e madhe, mund të them se fshehin diçka tjetër. Por, sidoqoftë mos i harroni shkrimet me hieroglife në këtë llat guri, që njihet si stella izraelite për shkak se këtu Izraeli paraqitet si superfuqi në shekullin e 12 para erës së, që e shkatroi Ramzesi i dytë i Egjiptit pas vdekjes së Hazreti Sulejmanit. Ndërsa sot të gjitha simbolet e Davudit janë në Washington DC, ndërsa simbolet e Dexhallit janë në Turqi. Megido sot është një qytet rreth 40 kilometra në jug perëndim të majës jugore të detit të Galileës, në zonën e lumit Kishon në Izrael. Kjo që paraqita deri më tani është kuptimi i fjalës Armagedon, por nuk duhet të harrojmë se eskatologët krishterë këtyre pasazheve biblike u kanë dhënë interpretime të ndryshme, për shkak se ideja për një betejë përfundimtare të Armagedonit që do të luftohet në Megido ka pasur shumë ndikim të gjerë, veçanërisht në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Sipas Donald E. Warner, profesor i religionit dhe drejtori i qendrës për studime të lindjes së mesme në North Park University Ronald Reagan, ishte një adhurues i teologjisë së Armagedonit dhe mundoheshte analizat e tij politike të lidhte me teologjinë e tij të Armagedonit në mënyrë të natyrshme. Ajo që duhet ta dini
Dhe të mbani mend, s'ka dyshim se në lidhje me Armagedonin ka aq shumë libra me interpretime të ndryshme derisa edhe Hollywoodi ka bërë filma e filma. Por ajo që nuk duhet të harroni është se secilën krizë politike apo luftë në lindjen e mesme që ka ndodhur gjatë shekullit 20, sidomos luftën e vitit 1990 në Kuwait, operacionin Buroja e Shkretëtirës e kanë quajtur Armagedon. Dhe kjo do të vazhdoj kështu edhe në të ardhmen, sepse mendjet e krisura të dirigjuara nga shejtani do të mundohen politikave të tyre për dominim, supermaci, t'ju japin gjyrë fetare, religjioze, sepse kështu më mirë instrumentalizohen aplikantët e verbër të gjitha religioneve. Tani të shohim se çfarë kuptimi ka fjala melhame që përmendet në literaturën e haditheve. Do të shohim në detaje se ku bazohen sektarët e fesë së Bagdadit, që na flasin për luftra, alanca, prishje të alancave. Do të shohim se janë sakta interpretimit e tyre ku na flasin për Jeruzalemin, që quajnë Kutsi Sherif, ku mundohen t'i mashtrojnë shqiptarët se besimi në Zotin Ar-Rahman i gjithëmëshirshëm është i lidhur me çështjen e fabrikuar palestineze, morrëtin e arabëve për Izraelin dhe anasjetas, luftrat sektare të muslimanëve e tjerë. Që kjo të jetë më e qartë, së pari do të mësojmë se çfarë kuptimi ka fjala melhame në fjalorët e gjuhës arabe. Si që heshin në dritarën time, kjo melhame përkthehet epike, që do thotë është emër, ism. Në shumës është melhemat dhe melahim, epikat. Epika është një vepër narrative me rregullat dhe origjinën, në të cilën lavdrohen heronjt, mbretërit dhe hynit që bazohen në paranormale dhe legjenda mite, që thashtu është edhe një shpjegim pak më poshtë, epike, vendi i therrjes së kafshëve dhe shitja e mishit kasap. Në fjalorët e gjuhës shqipe, fjalës epike japin këtë kuptim. Një pemë e gjatë, zakonisht një prej traditës së lashtë gojore, duke treguar veprat dhe avanturat e figurave heroike ose legjendare ose historinë e kaluar të një kombi. Tjetra, kjo fjalë melhame vjen nga rrënja e fjalës me 3 gërma, lam, ha, mim, që kur e lexojmë Kur'anin i referohet mishit dhe përmendet 12 herë në Kur'an. Njëjtë po aq sa përmendeshte fjala Armagedon në dhjetën e vjetër. Por siç thash më lart, në dhjetën e vjetër Armagedon i referoheshte qytetit të Megidos apo fushës së Megidos. Rrënja e fjalës lam, ha, mim, që përmendet 12 herë në Kur'an, që i referohet mishit në të gjitha ajetet, vetëm se në ajetin 12 në surën Al-Hujurat, kur përmendet mishi, në fjalinë e tretë i lumi i Zot na thot: "E yuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi maytan fakarihtumuhu wattaqullaha innallaha tawwabur rahim." Mos do njëri prej jush dëshiron të haj mishin e vllaut vet vdekur. Surja Al-Hujurat me rënditje në Kur'an është numrin 49, ku gjithsej ka 18 ajete. Në ajetin e 12, ku i lumi i Zot e përdor fjalën me 3 gërma, lam, ha, mim, fjalia e parë e këtij ajeti është thirrja e Perëndis për besimtarët me rrënjën e fjalës gjim, nun, be, gjeneve, të largohen, të rrinë anësht, e qtenibu, prej mendimeve të shumta, sepse disa mendime janë ithëm, mëkat, ku të fjala mëkat, si që e sheni, ka ardhur me fjalën ithëm, njëjtë sikur se e kemi për alkoolin të rrim anësh feq të një kur përzihet dhe bëhet për punëve të shejtanit. Pra, është mëkat i madh, sepse nga mendimet e shumta vijnë shumë lehtë në paragjykime. Njëjtë bëhemi të dehur, trapa si me pas konsumuar alkool.
Fjalia e dytë e këtij ajeti është ligj me urdhër të Perëndis të mos spionohet dhe shpifet për njëri tjetrin. Wala tajassasu wala yaghtab ba'dukum ba'dan. Besimtari nuk guxon të paraqikon askëndin pa informacione të sakta. Nuk guxon ta përçesh askëndin, nuk guxon të përçesh kombe tjera, nuk guxon të nënvlerësoj të tjerat, sikurse gratë nuk guxojnë të përçeshin gratë tjera. Gjithashtu në këtë sure, në ajetin 10 kemi frazën se të gjithë besimtarët janë vëllezër. Gjithashtu në ajetin 13 i lumi i Zot na tregon se na ka krijuar nga një mashkull dhe femër, na ka bërë në popull e fise që të njihemi ndërmjet veti, por te Perëndia më i afërt është ai që është më i devotshëm. Ndërsa në ajetin e 14 na tregon se kush janë el-Arab, që zakonisht përthyesit e përkthejnë se bëhet fjalë për beduinët, por e kanë gabim, sepse fjala el-Arab është për arabët, e jo për beduinët, që në Bibël përmenden kur i kanë dërguar peshqeshën mbretit të Izraelit Hazreti Sulejman. Por më shumë në lidhje me fjalën el-Arab, ndjekni videot e mia në YouTube te kapitulli playlist në lidhje me Kur'anin arboror Ain Ra Be. Të nderuar shqiptarë, këtu e ndërpres këtë video në qizim, rreni të sintonizuar në kanalin tim, ku në video në radhës do të mësojmë pak më detajisht për narracionin e Abu Davudit, fjalën Muqaddas, Yathribin, uswatun hasanatun, dhe kush është dëshmitar i çdo gjës në qiej tokë, dhe çfarë kanë ndërmjet tyre, që i dim vetëm pak, deri në paraqitjen e radhës me këtë temë. Në vazhdimin e saj, nuk më mbetet tjetër përveç se të ju them beqim në strehimin e Perëndis, si në fillim, ashtu edhe në fund. Paqja dhe shpëtimi qofshin mbi ju kudo që po merrni frym mbi tokën e shtrirë si djepi.